çdo lloj provokimi e kaloj dhe e meritoj fitoren. Ka si lloj përqarje s'ka dhënë se na dham meritën tonë si dham fitoren. Kosova zor jashtë, as në finale së gjej. Ajo ishte vetëm një nga 2 personave, për Kosovë dhe për Shqipëri vdes. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Më tregove më herët se prej Shqipërisë keni ardhur në Kosovë. Arsyeja? Arsyeja për qef. A ndoshta për ditëlindjen e Skënderbeut diçka? Jo, vallai, se kena di fare se kena di që më bë. A keni ditë që është ditëlindja e Skënderbeut sot? Jo, rastisht kena qelluar dhe po bëjmë edhe na. Nuk e keni festuar më herët ditëlindjen e Skënderbeut? Ja, nuk e di. Po në Shqipëri a bën kësi në organizime tilla për ditëlindjen e Skënderbeut? Nuk e di, kam në jashtë, kam në ka Gjermania dhe nuk e di fix. Që sa vite jenë në Gjermani? Ka, një 7 vite. Në rregull, apo s'mungon vendlindja, me qenë se të pasmi vërtimtar? Për Kosovë dhe për Shqipëri vdes. Për Kosovë dhe për Shqipëri? Kam jetu këtu me Prishtinë 3 vjet. Arsyeja? Arsyeja kam punu me makineri Tirana. Çka kemi diçka ndoshta ndryshe ndonjës? Krejt njëjtë jemi, edhe gjuhën e kemi njëjtë. Me duket. E vërtet kjo, jemi nuk ka kosovar shqiptar, ka veç Shqipëri si në Kosovë mu njëjtë duket. Po. Unë nuk i them dikuj se më kam dalë jashtë shtetit njëjtë. Vetëm thjesht kam ngru qytet. Po. Ashtu se në botë. Çka ju pëlqen më shumë në Kosovë, në Prishtinë, Krejt njëjtë, thjesht vetëm me ngru ambient. Me ngru ambient. Po diçka ndryshe nga kultura kemi? Për mu njëjtë, ka njerëz se janë me kulturë, edhe në Shqipëni ka njerëz edhe në Kosovë se janë me kulturë. Po. Sa dush. Me qenë se të kemi prej Shqipërisë, po du me ta bo pyetjen për Big Brother diçka. Apo mendoni që raporti i Gjestit me Jozen e boni disi një përqarje të vogël? Ka si lloj përqarje s'ka dhënë se na dham meritën tonë si dham fitoren. Kosova zor jashtë, as në finale së gjej. Ajo ishte vetëm një nga 2 personave. S'pat lidhe me Shqipëri Kosovë. Po kjo është. Zero lidhe. Ato se e bënojnë ashtu e kanë shumë gabim. Po e vërtet. Po Se na i dham fitoren, na votum. Po fitore nuk ja dha ju, ja dha publiku shqiptar. Po. Edhe nga Kosova, edhe nga Shqipëria. Nga Kosova pat, jo se s'dzort as në finale. Po kjo nuk ish me qenë se po mdoket që dyqysh pe promovon pak Jozen. Jo. Apo mendon që shpulla Jozit e që Gjestin finale, në fitore? Ja, e meritoj. E meritoj? Po, e meritoj. Gjesti e ka meritu shpullën? Jo, e meritoj fitoren. Fitoren, nuk falë. Po, e ka meritu fitoren. Fitoren e ka meritu. E ju duket që ju ka bu pak pa drejtësi nga ana e banorëve Gjestit? Shumë. Ju ka bu pa drejtësi? Shumë pa drejtësi, ati halal ja bavë zoti se i dëroj çdo lloj sfide të fitoj Big Brother. Po. Halal. Mu po m'je mirë që kemi kësi mendime tilla. Qështë duhet me pas. Po, duhet me pas. Duhet me folë njëri sa njëri duhet me folë të drejtën. Po, se për ndryshe edhe ne ja kemi dhënë stresit fitoren. Po, s'ka lidhje fare në botë, aja meritoj fitoren dhe u krypi misioni, e meritoj. Po, pa tjetër. Shumë çdo lloj provokimi e kaloj dhe e meritoj fitoren. Shkurtë shqipe meritoj. Po, a keni ndryshuar mendim për Jozin gjatë qëndrimit në Big Brother? Po, s'e ndjeko fare, të beto. A e ke njoft para se me Big Jo, Brother? Jo, a të ka pëlqyer sjellja, Gjestin e ke njoft? Gjitha muzikët e tij edhe përpara ja kam pas dëgjuar. Cilën muzikë ja ke ma qef? Gjitha që ka, gjitha. Fan si Gjestit pas me jam? Muzikë, s'ka kërë se nuk e ndëgjoj atë Gjestit. Rregull, që shumë ndjeve kur e fitoi Big Brother? Shumë mirë. A festut? Jo, s'kam pas kohë, vetëm thjesht. Unë kam di përpara se dalë në finale se do ta marr vetëm ai. Po. Ishte me konkurrente shumë fortë Rozana Radin, po e meritoi ke Gjesti. Po, edhe Rozana Radi për ndryshe ka qenë shumë e fortë. Shumë e fortë, vetëm se e meritoi ke Gjesti. Në rregull, faleminderit shumë për juve për intervistën, edhe shpresoj që me ardhë sa ma shumë edhe në Kosovë. Unë vi ma shpesh se me ndëni ju. Kam jetu këtu një 6 vjet. Dhe vi shumë shpesh. Në rregull. Ka raste vi 4 herë në ditë. Shumë faleminderit.